Përshëndetje shenja peshqve, kjo është panorama e interpretimit mujor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria dhe puna. Në gjendjen tuaj personale kemi 2 monedhat, 3 shpatat, 8 kupat, 9 shkopinjt. Muaji gusht për ju duket se tashmë ka nisur me përpjekjen për të mbajtur ekuilibrin mes përgjegjësive, mes zgjedhjeve ose situatave që kërkojnë vëmendjen tuaj. 2 monedhat tregon se mund të keni qenë duke u përpjekur ti menaxhoni gjërat sa më mirë të mundeni. Por kjo përpjekja juaj për t'i mbajtur gjërat në ekuilibër mund të vihet në provë, pasi 3 shpatat sugjeron se një ngjarje jo e këndshme duket se ju detyron ta shihni situatën ndryshe. Pra, ajo që në fillim të muajit dukej se mund të menaxhohej, fillon të ndryshojë papritur, duke ju përballur me një të vërtetë që edhe pse e vështirë për t'u pranuar, fillon të bëhet shtysa për të ecur përpara. Më pas, 8 kupat tregon se kuptoni se nuk ja vlen të vazhdoni të investoni energji aty ku nuk ndiheni më të përmbushur ose të përmbushura. Për disa nga ju, 8 kupat nënkupton një largim nga një situatë, nga një mënyrë e vjetër e të menduari, ose nga ndonjë kapitull që ka përfunduar ose përfundon tashmë. Në fund të muajit gusht, karta me 9 shkopinjt sugjeron se edhe pse përvoja mund t'ju ketë lodhur, ju duket se nuk do të hiqni dorë. Përkundrazi, duket se do të vazhdoni përpara me më shumë kujdes dhe vendosmëri për të mbrojtur atë që ka vërtet rëndësi për ju. Në tërësi, kartat tregojnë se një zhgënjim mund t'ju shtyjë të lini pas atë që nuk ju shërben më. Edhe pse rrugëtimi mund të mos jetë i lehtë, pikërisht ky rrugëtim ju bën më të fortë ose më të forta dhe më të vetëdijshëm për atë që meriton vërtet energjinë tuaj. Kartat këshillojnë të mos keni frikë të largoheni nga ajo që ju lëndon, por gjithashtu mos lejoni që përvojat e vështira t'ju mbyllin në zemrën ose t'ju bëjnë të mos keni besim tek vetja. Kalojmë tek familja. Në familje kemi faqa e shkopinjve, 6 shpatat, mbretëresha e kupave, vdekja. Në familje, muaji gusht duket se ka nisur me një zhvillim që ka lëvizur energjinë. Faqa e shkopinjve tregon se një bisedë, një ide ose një nismë ka nxitur ndryshime, duke bërë që disa çështje të mos mbeten më pezull. Lëvizja e krijuar në fillim të muajit i hap rrugën një ndryshimi të rëndësishëm. 6 shpatat tregon se ju ose familja filloni të largoheni nga një periudhë e vështirë dhe të ecni drejt një atmosfere më të qetë. Për disa nga ju, kjo kartë lidhet edhe me ndonjë udhëtim të mundshëm, me ndonjë largim të përkohshëm ose me lënien pas të një periudhe të vështirë. Rreth javës së tretë të muajit, duket se marrëdhëniet familjare bëhen më të ngrohta dhe më të sinqerta. Mbretëresha e kupave tregon se mbështetja dhe mirëkuptimi ndihmojnë që një ndryshim i rëndësishëm të mos përjetohet si humbje, por të përjetohet si një hap i nevojshëm drejt një etape të re. Pra, krijohet një atmosferë nga ju ose nga dikush në familjen tuaj, që mund të jetë partner, partnere ose antar familje. Pra, që ndihmon në shërimin e plagëve të vjetra ose të reja. Në fund të muajit gusht, vdekja tregon se një kapitull mbyllet përfundimisht.
që mund të jetë një zakon, mund të jetë një situatë ose një mënyrë e vjetër e të funksionuarit. Dhe ky transformim i lë vend një realiteti të ri, duke ndryshuar krejtësisht dinamikat e familjes. Pra, pasi familja gjen më shumë qetësi dhe mirëkuptim, vdekja tregon se një kapitull mbyllet dhe ajo që nuk i shërben më familjes mbetet pas, duke i hapur rrugë një fillimi të ri. Në tërësi, kartat tregojnë se familja kalon nga një zhvillim i ri drejt një transformimi të rëndësishëm. Ajo që mbyllet gjatë këtij muaji krijon hapësirën që marrëdhëniet të ndërtohen mbi baza më të qëndrueshme. Kartat këshillojnë të pranoni ndryshimet pa u kapur fort me të kaluarën, sepse fundi i një kapitulli ndonjëherë është fillimi i një etape më të mirë. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi dielli, faqa e shpatave, kalorësi i kupave, ylli. Në dashuri, muaji gusht duket se ka nisur me një atmosferë të ngrohtë dhe pozitive. Dielli tregon se një situatë ka sjellë shumë gëzim, qartësi ose afërsi, duke ju bërë ta shihni jetën sentimentale me më shumë optimizëm. Më pas, rreth javës së dytë të muajit gusht, faqa e shpatave sugjeron se kjo qetësi mund të shoqërohet me më shumë kureshtje nga ana juaj, sikur keni pyetje pa përgjigje, ose mund të lindë dëshira për të kuptuar më mirë qëllimet dhe ndjenjat e dikujt ndaj jush. Kjo kartë shpesh flet për një informacion, flet për një zbulim ose për një kuptim që vjen përmes vëzhgimit. Pra, duket sikur ju i kapni ato që mund të kenë qenë sinjale të përzjera. Dhe ajo çka mund të zbuloni ju heq shumë dyshime. Pra, ajo që mësoni gjatë muajit mund t'ju jap sigurinë për të mos i mbajtur më ndjenja të pezull, sepse kalorësi i kupave tregon se zemra fillon të flasë më lirshëm, duke kërkuar ose duke krijuar një afrim emocional që ju çon drejt shpresës dhe qetësisë që manifestohet me kartën e yllit. Dhe në fund të muajit gusht, ylli tregon se ka gjasa t'ju rikthehet besimi për një dëshirë ose për një dashuri të cilën ndoshta e keni mbajtur prej kohësh si dëshirë të fshehur brenda zemrës, duke shpresuar që një ditë t'i jepni formë. Në tërësi, kartat tregojnë se dashuria kalon nga qartësia dhe gëzimi drejt komunikimit dhe afrimit emocional, duke përfunduar me një ndjenjë më të fortë shprese dhe besimi për të ardhmen. Kartat këshillojnë të hapni zemrën, por vetëm pasi të jeni të bindur ose të bindura se po ecni drejt personit të duhur. Kalojmë tek puna. Në punë kemi budallaj, forca, dy shpatat, 4 kupat. Muaji gusht ka nisur me dëshirën për të provuar diçka ndryshe ose për të hyrë në një etapë të re profesionale. Budallaj tregon se një fillim, një ide ose një mundësi e re ka tërhequr vëmendjen tuaj. Me vazhdimin e muajit, forca sugjeron se kjo rrugë kërkon durim, kërkon vetbesim, por mbi të gjitha kërkon vendosmëri për të kapërcyer pengesat pa u dorëzuar. Pra, të qëndroni stoik ose stoike. Më pas, 2 shpatat tregon se do të vi momenti për të marrë një vendim të rëndësishëm. Dhe
Qëndrimi pezull për një kohë të gjatë nuk e ndalon situatën. Përkundrazi, edhe mosmarrja e një vendimi bëhet një vendim në vetvete dhe mund të ndikojë në rrjedhën e ngjarjeve. Në fund të muajit gusht, 4 kupat nënkupton se qëndrimi për një kohë të gjatë në pavendosmëri rrezikon të mos vlerësoni një mundësi që ndodhet përpara jush. Pra, ky vendimi që po shtyni për një kohë të gjatë mund të kthehet në pakënaqësi ose t'ju bëj të mos e shihni vlerën e një mundësie që është tashmë pranë jush dhe më pas ta vlerësoni kur të jetë e padisponueshme për ju. Në tërësi, kartat tregojnë se muaji gusht sjell një mundësi për një fillim të ri, por suksesi i kësaj mundësie varet nga gatishmëria juaj për të marrë një vendim në kohën e duhur, sepse hezitimi i zgjatur mund t'ju bëjë të humbisni një mundësi që nuk do të mbetet për gjithmonë duke ju pritur juve. Kartat këshillojnë të mos e lini kohën që të vendos në vendin tuaj. Sfida e muajit për ju është karta magji dashurie. Kjo kartë nënkupton se jo çdo tërheqje apo ndjenjë fort duhet ndjekur pa reflektim. Sfida e muajit është të mos lejoni që emocionet t'ju verbojnë, por unë gjithashtu do të thoja t'i lini kohë situatave dhe njerëzve të tregojnë fytyrën e tyre të vërtetë. Bekimi i muajit për ju është karta rreziku. Karta tregon se guximi për të dalë nga zona e rehatisë dhe për të marrë një rrezik të mirë menduar mund t'ju hap dyer që deri tani kanë qëndruar të mbyllura. Unë do të thoja se ndonjëherë mundësitë më të mira shfaqen vetëm pasi guxoni të hidhni hapin e parë. Paç.